Projekti i agrobiznesit Agrokon Albania është një prej sipërmarrjeve më të reja të grupit Balfin, një nga bizneset më suksesshme në Shqipëri. Ky aktivitet i Agrokon Albania është thrirë në një sipërfaqe për 28 hektarësh, të cilat konsistojnë në prodhimin e perimeve në sera dhe në fushë të hapur. Ajo disponon 10 hektar sera të tipit gotik, të teknologjisë së lartë të ndërtimit të tyre, me një sistem ujitje të centralizuar për gjithë sipërfaqen e mbjellë. Pikërisht për gjitha këto, ajo ka zhvilluar një takim me bizneset dhe fermerë që merren me prodhimin e perimeve. Standardi kryesor që ne ndjekim për perimet është certifikimi Global Gap. Ky është një standard ndërkombëtar i cili garanton konsumatorin në 100% gatishmëri në lidhje me trajtimin e tij me pesticide. Bimët janë konvencionale, por trajtohen në mënyrë tepër organike. Këto certifikate garanton konsumatorin dhe eksportin vendas. Zona ku jemi ne këtu është Myzeqeja e Arë, domethënë ka prodhimet të një standardi europian. Vetëm se duhet që fermerët tonë duhet të garantohen nëpërmjet certifikatave. Agroteknologjia që e përdor Agrokoni për rritjen e perimeve është shkallës fundit. Neve së pari kemi eksportuar në Austri, vjen kryesisht Gjermani. Së fundmi kemi lidhur kontrata për Lituani, Çeki, Çekoslovaki, Sloveni dhe Kroaci. Grupi Balfin është një nga bizneset më suksesshme në Shqipëri, i shtrirë edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku ka të punësuar mbi 4.000 persona nga të gjithë vendet ku grupi është i pranishëm dhe ka një xhiro vjetore prej më shumë se 600 milion eurosh.